Serbia dhe Hungaria nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtje pas deklaratës për bashkëpunim ushtarak ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, e cila u vlerësua si provokuese në Beograd. Vlera praktike e kësaj marrëveshje nuk është shumë e rëndësishme për mirëqenien e qytetarëve të Serbisë, as për sigurinë e tyre, dhe siç theksoi për Deutsche Welle drejtori i Institutit për Çështje Europiane, Naim Leo Beshiri, kur analizon të gjitha marrëveshjet strategjike të nënshkruara nga Serbia, marrëveshje të tilla ka vetëm me Burkina Fason. Ajo marrëveshje është e fokusuar ekskluzivisht në përfitimet ekonomike për kompanitë që janë të afërta me dy liderët autoritar, Viktor Orban dhe Aleksandar Vučić, deklaroi Beshiri. Nga ana tjetër, sipas Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, nënshkrimi i marrëveshjes ushtarake me Hungarinë është një lloj përgjigje ndaj marrëveshjes tripalshe mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Në të njëjtin kohë ai kujtoi iniciativat që vijnë nga Mali i Zi. Ne shohim se si Milan Knežević, lideri i Partisë Popullore Demokratike, po kërkon që Mali i Zi të nënshkruajë një marrëveshje ushtarako-teknike me Serbinë, Hungarinë dhe Slovakinë. Një motiv shtesë për këtë marrëveshje është të forcojë dhe më shumë miqësinë autoritare të dy liderëve, Orban dhe Vučić, theksoi Popov. Rreziqet e një gare të re armatimesh në rajon sigurisht që ekzistojnë, tha Naim Leo Beshiri, sepse siç u shpreh ai, mund të mbështetesh gjithmonë te forcat nacionaliste për të ecur përpara dhe për të shtrënguar retorikën. Kurse Popov vlerësoi se është e papërgjegjshme të bëhen marrëveshje të tilla në rajon, veçanërisht nëse kemi parasysh se ato nënshkruhen ndërmjet vendeve antare të NATO-s dhe atyre që nuk janë. Nëse flasim për ndikimin e marrëveshjeve të tilla ushtarake në stabilitetin rajonal, Beshiri tha se në radhë të parë varet nga sjellja e politikanëve të rajonit. Ndërsa drejtori i Qendrës për Rajonalizim Aleksandar Popov vlerësoi se nënshkrimi i marrëveshjeve të tilla shkakton një psikos lufte krejtësisht panevojshme në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në Kosovë dhe shumë destabilitet brendshëm në vendet e rajonit, dhe kjo vetëm i jep benzinë zjarrit.